Në një ditë që mbante erën e festës dhe emocioneve të veçanta brenda shtëpisë së Big Brotherit, Dolce festonte ditëlindjen e saj. Atmosfera ishte e mbushur me pritshmëri dhe ngrohtësi, sepse çdo ditëlindje brenda shtëpisë nuk është thjesht një moment i zakonshëm, është një shans për të treguar personalitetin, lidhjet dhe afërsinë mes banorëve. Dolce, si gjithmonë, dukej mahnitëse. Eleganca e saj natyrale, sharmi që shpërthente në çdo buzëqeshje dhe mënyra se si lëvizte bënin që të gjithë të ndiheshin tërhequr nga prania e saj. Ajo ishte vërtet qendra e vëmendjes, por në një mënyrë që nuk dukej e imponuar. Të gjithë e admiruan për hijeshin dhe elegancën e saj, nga sytë e shoqeve të saj e deri tek banorët më të largët. Të gjithë ndjenin energjinë e veçantë që ajo transmetonte. Në këtë ditë, Eddie, partneri i saj dhe një nga çiftet më të bukura të shtëpisë, e surprizoi me një dhuratë të veçantë, një unas argjendi. Ishte një simbol i ndjenjave të tyre, një shenjë e lidhjes dhe besnikërisë që kishin ndërtuar brenda shtëpisë. Kur Dolce e mori dhuratën, sytë e saj u ndriçuan dhe një buzëqeshje e ëmbël u shfaq në fytyrën e saj. Eddie dhe Dolce shkëmbyen një puthje të butë dhe të sinqertë, një moment që nuk kaloi pa u vërejtur nga të gjithë. Vëllai i madh kishte qenë i qartë që nga fillimi, vetëm 10 banor mund të ftonin për këtë ditëlindje. Dhe zgjedhja nuk ishte e rastësishme. Çdo person i ftuar kishte një lidhje të veçantë me Dolce dhe momenti i festës u bë më intim dhe më i veçantë për shkak të kësaj. Kur puthja e çiftit u pa nga të gjithë banorët, duartrokitjet e tyre mbushën dhomën. Çdo gest, çdo buzëqeshje dhe çdo shikim tregonte për respektin, mirësinë dhe admirim që kishin për çiftin më të komentuar të shtëpisë. Atmosfera ishte e mbushur me gëzim dhe ngrohtësi, dhe Dolce shkëlqente jo vetëm për bukurinë e jashtme, por edhe për atë shpirt të hapur, elegant dhe të dashur që e bënte të gjithë të ndiqnin çdo lëvizje të saj. Në fund të ditës, kjo ditëlindje nuk is